Nderuar shikues, më mbrëma do të jemi bashkë me edicionin qendror të lajmeve këtu në kanalin 7, ndër të tjera do të ndiqni. Socialistët festojnë në sheshin Italia 35 vjetorin e krijimit të partisë. Rama u përgjigjet protestuesve në bulevard, investimi në Zvërnec zhvillon ekonominë. SPAK godet rrethin e fuqishëm të drogës dhe pastrimit të parave, lëshohen 20 masa sigurie, arrestohet biznesmeni Ilir Shtufi, shpallet në kërkim Artur Sheu. Policia vijon kërkimet për Eglant Koçin, i cili dyshohet se u vra dhe u zhduk nga shoku i tij. Autori Armand Shakaj pas krimit e zhvendosi mjetin me karoatrec. Gjysmëfinalja e Ferma VIP mbajti të mbërthyer publikun pas ekranit të Vision Plus, plotësohet skuadra e finalistëve, 5 konkurrent në garë për çmimin e madh. Vjoj mëngjersir, socialistët festuan këtë të premte 35 vjetorin e krijimit të partisë me një miting në sheshin Italia. Kryeministri Rama foli që në nisje për protestat që kërkojnë dorëheqjen e tij, duke thënë se investimi në Zvërnec do të ndikojë direkt në zhvillimin e ekonomisë. Rama sfidoi edhe kritikët, duke i ftuar ata të shohin nga afër të gjitha hapat që janë ndjekur për investimin. Vetëm disa qindra metra larg protestës së 13, kryeministri Edi Rama në 35 vjetorin e Partisë Socialiste në Tiranë vuri në dukje se tubimet e 2 javëve të fundit janë nxitur nga dezinformimi i qytetarëve në rrjetet sociale. Edhe unë personalisht, po të isha një qytetar që informohet nga rrjetet sociale, duke dëgjuar dhe parë turlilojet e gjysmë të vërtetave të fryra çdo minutë në vorbullat e kanaleve të dala me tërbim nga shtrati, do të më duke edhe mua që e keqja e gatuar pas shpinës popullit ishte aq e tmerrshme. Në lidhje me debatin për investimin në zonat e mbrojtura, Rama tha se ishte Partia Socialiste ajo që ndërtoi kuadri ligjor për mbrojtjen e tyre. Ishim ne që pastaj kryem regjistrimin në kadastër të 1.3 milion hektar pyje. Mbi mesataren e Bashkimit Evropian është kjo sasi. Ishim ne që përmes moratoriumeve 10 vjeçare të gjuetisë dhe pyjeve, mundësuam disa fishimin e popullatës së shpendëve të egër, çka e tregon dhe censusi që bëhet çdo vit në mënyrë të rregullt. Sipas Ramës, investimi në Zvërnec do të realizohet pasi vetëm vlera e projektit përbën një kontribut të konsiderueshëm për ekonominë e vendit. Protesta nisi me zemërimin e drejtë për një akt dhune dhe me kërkesën e padrejtë për anullimin e një investimi madhor që do të ndikojë ndjeshëm parametrat ekonomik dhe social të Shqipërisë. Duke futur të paktën 4 miliard euro në një ekonomi me një volum të përgjithshëm prej 27 miliard eurosh. Rama komentoi edhe çështjen e mbrojtjes së shpendëve, duke deklaruar se gjatë qeverisjes së Partisë Socialiste numri i shpendëve të egër në territorin shqiptar është shtuar ndjeshëm fal politikave të mbrojtjes së mjedisit dhe zgjerimit të zonave të mbrojtura. Lideri i Demokrat Sali Berisha falenderoi Departamentin Amerikan të Shtetit për heqjen e non gratës, sipas tij sanksionet janë rrëzuar edhe për familjarët e tij. Një ditë pas vendimit të Departamentit Amerikan të Shtetit, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha falenderoi administratën e presidentit Trump, që korrigjoi sipas tij një padrejtësi të administratës së mëparshme. Në një konferencë me gazetarët, Berisha sqaroi se tashmë sanksionet ndaj tij janë hequr. Departamenti i Shtetit ka dhënë përgjigjen më të qartë se nuk është në listën, është hequr nga lista e atyre që nuk mund të hyjnë në Shtetet Bashkuara. Sali Berisha s'ka qenë kurrë non grata. Shpallja non grata bazohet në konventet e Vienës, kurse dezinjimi për mos hyrje në territorin e Shteteve të Bashkuara ka në bazë një ligj të Kongresit të Shteteve të Bashkuara, pra është ligj i brendshëm. Berisha vuri në duke se sanksionet janë hequr edhe ndaj familjes së tij. Thelbi i çështjes zotëri është ai që Departamenti i Shtetit deklaroi
se Sali Berisha mund të hyjë në Shtetet e Bashkuara dhe ky vendi është marrë për interesat të Shteteve të Bashkuara. Pikë. Së dyti, ky vendim nuk është vetëm për personin, por është dhe për familjen e tij. Nga ana tjetër, gjatë komunikimit me gazetarët, Berisha akuzoi kryeministrin Edi Rama se po përdor ditën e krijimit të Partisë Socialiste si antimiting ndaj protestës qytetare. Është e pafalshme, e papranueshme përpjekja e tij për të sfumuar uraganin e fuqishëm me antimitingje anakronike. Gjoja po festoi 85 vjetorin e Partisë Krimit. Berisha përsëriti se Partia Demokratike mbështet protestën e qytetarëve që vazhdon prej pothuaj 2 javësh. Një operacion i gjerë është ndërmarrë nga prokuroria e posaçme, e cila ka lëshuar 10 masa sigurie, por janë ekzekutuar vetëm 6 prej tyre. Bëhet fjalë për shkatrimin e një rrjeti të fuqishëm të trafikut të drogës dhe pastrimit të parave, mes të shpallurve në kërkim si dhe të arrestuar janë biznesmen të njohur në fushën e ndërtimit. Prokuroria e posaçme goditi disa nga kokat e narkotrafikut, përgjegjës për furnizimin e Europës me kokainë nga përtej oqeanit. SPAK zhvilloi një aksion të gjerë kundër 20 personave që dyshohet se kanë kryer pastrim parash nga trafiku masiv ndërkombëtar i kokainës. Nga këto masa, 5 janë arrest shtëpi, ndërsa 15 arrest në burg. Operacioni ushtri në 3 qytete të vendit, Tiranë, Durrës dhe Vlorë, duke goditur 2 grupe kriminale të cilët kanë bashkëpunuar me njëri tjetrin me role të ndara. Mes flet arresteve të prera bën pjesë biznesmeni shumë përfolur Artur Sheu, i cili gëzon pronësinë e pjesës më të madhe të Zvërnecit, por masa për të nuk është ekzekutuar pasi ai ndodhet në SBA me azil politik. Sipas organit të akuzës, ai akuzohet për pastrim parash i financuar nga vëllezërit narkotrafikant Erion dhe Adrian Rama. Në akuzë është edhe biznesmeni i njohur i ndërtimit Ilir Shtufi, i cili është arrestuar në Greqi. SPAK me kërkesë të 2 prokurorëve të posaçëm, Altin Dumani dhe Elida Kaçkini, urdhëruan edhe arrestimin e vëllezërve Koçeku. Arturi që dyshohet si koka e grupit kriminal, si edhe Abedini dhe Ervinit. Ata nuk u vun pas sekurave pasi ndodhen në Dubai. Por SPAK disponon prova për trafikun e drogës që u realizua prej tyre nga vendet e Amerikës Latine. Sipas prokurorisë, ishte biznesmeni Ilir Shtufi ai që pastronte paratë e tyre. Ndërkohë në qeli për të njëjtën vepër penale përfundoi biznesmeni Orest Sota. Nën sekuestro janë vënë rreth 128 milion euro në llogarinë e noteres Amela Mukaj, të përdorur në 3 shitblerje tokash në Zvërnec. Po ashtu janë sekuestruar me mijëra hektar tokë, 7 vila në Palas, 2 në Rolling Hills, prona në Jale dhe Sarand, mbi 20 apartamente, qindra garazhe dhe mbi 50 llogari bankare. Kamerave të sigurisë kanë zbuluar lëvizjet e Armand Shakajt, i shpallur në kërkim për zhdukjen e Gland Koçit në Tiranë. Ai dyshohet se ka vrarë 34 vjeçarin dhe ka fshehur trupin në një makinë. Më pas, automjetin e ka zhvendosur në periferi me karoatrec. Ndërkohë që ende nuk ka një përgjigje zyrtare nëse Gland Koçi është vrarë apo jo, të gjitha të dhënat që grupi hetimor ka deri tani tregojnë se 34 vjeçari mund të jetë ekzekutuar nga shoku i tij Armand Shakaj. Kjo është makina tip Porsche Armand Shakajt, makinë me të cilën dyshohet se ka transportuar trupin e 34 vjeçarit. Brenda kësaj makine janë gjetur dhe njollat e gjakut, që dyshohet se janë të Gland Koçit. Makina është gjetur nga policia teksa kamarieri Shakajt po e lante, ku Bluta arrestuan 25 vjeçarin si bashkëpunëtor i autorit kryesor të dyshuar. Për këtë krim dyshohet se 41 vjeçari të ketë menduar të gjitha veprimet e tij në mënyrë që të mos zbulohet, por gjetja disa kamerave të tjera të sigurisë po nxjerrën pa detaje të rëndësishme. Burime bëjnë me dije se autori i dyshuar për zhdukjen e Gland Koçit ka përdorur një karoatrec për të shmangur kontrollet e policisë dhe për të transportuar automjetin e tij, brenda të cilit besohet se ndodhej dhe trupi 34 vjeçarit deri në zonën e Ibës në Tiranë. Këto lëvizje janë kryer me datën 6 qershor nga Shakaj. Referuar pamjeve të kamerave të sigurisë, hetuesit besojnë se trupi Koçit është mbajtur brenda automjetit për më shumë se një ditë. Policia ka identifikuar dhe shoqëruar për të marrë në pyetje pronarin e karoatrecit. Ky i fundit ka deklaruar se kishte transportuar automjetin drejt një servisi në zonën e Ibës, pasi Shaka i ka thënë se makina kishte pësuar defekt. Ndërkohë gjatë kontrolleve në ambientin e Zyres, ku dyshohet se është mbajtur Koçi, janë gjetur dhe mbetje baruti. Në lidhje me këto zbulime, gjithashtu grupi hetimor është në pritje të rezultateve të ekspertizës.
Armand Shaka i dyshohet se ka ndruar 6 numra celulari gjatë ditëve të fundit në përpjekje për t'u shmangur lokalizimit nga autoritetet. Numrat e celularit rezultojnë në emrin e tij ose të familjarëve, ndërkohë në pyetje është marrë dhe vëllai i autorit të dyshuar, i cili në dëshminë e tij nuk ka dhënë të dhëna për vendodhjen e Armand Shakait. Një 23 vjeçar është arrestuar në flagrant nga policia e Tiranës pasi tentoi të grabiste një subjekt për transfer të parash në zonën e Shkozës. Sipas policisë, njeriu hyri në ambientet e biznesit dhe kërcënoi punonësit me një send që dyshohej si armë zjarri, por që rezultoi të ishte lodër plastike. Pas njoftimit, forcat e komisariatit nr. 1 ndërhyn duke neutralizuar dhe vënë në pranga autorin. Në cilësinë e provës materiale, gjatë kontrollit në zonën përreth, u sekuestrua edhe sendi i përdorur nga 23 vjeçari gjatë tentativës së grabitjes. Një 43 vjeçar është arrestuar nga policia e Dibrës pasi kishte kultivuar 300 bim kanabis në një zonë të pyllëzuar. 43 vjeçari nga Tirana kultivonte bim narkotike në fshatin Guri i Zi dhe i ruante ato i armatosur. Ai u arrestuar në flagrancë në parcelat e drogës ndërsa u sekuestrua arma e zjarrit pushk së bashku me 6 fishek. Bimut u asgjësuan me anë të djegjes. Në vijim të veprimeve për këtë rast, nisi procedimi penal në gjendje të lirë edhe për kryetarin e fshatit Guri i Zi, i dyshuar për veprën penale shpërdorim i detyrës. Guvernatori i Bankës së Shqipërisë Gent Sejko vuri në dukje pasojat e rritjes së çmimit të karburanteve në ekonomi. Efektet konsiderohen afatgjata, afatshkurtra ndjes, ndërkohë po mbahet në monitorim ecuria e inflacionit. Rritja e çmimit të naftës në 2 muajt e fundit ka goditur ekonominë shqiptare, por sipas Bankës së Shqipërisë, efekti nuk pritet të zgjasë dhe shumë. Gjatë raportimit në komision, guvernatori Sejko theksoi se inflacioni do të monitorohet në mënyrë të vazhdueshme nga banka. Në këtë kontekst dëshiroj të theksoj që në fillim të fjalës se Banka e Shqipërisë ka përmbushur me sukses këto objektiva. Politika jonë e kujdesshme monetare ka gjeneruar një mjedis ekonomik me inflacion të ulët e të qëndrueshëm, mjedis i cili është pasqyruar mëtej në tregjet qeta financiare, në prime të kontrolluara rreziku, në kosto të ulta financimi dhe rritje solide të kredisë për sektorin privat. Nga ana tjetër, Sejko theksoi përmirësimet që Banka e Shqipërisë ka bërë në infrastrukturën digjitale, sidomos pagesat online të qytetarëve. Në veçanti dëshiroj të evidentoj progresin e bërë në drejtim të zhvillimit më tejshëm të sistemit pagesave nëpërmjet ofrimit të platformave më të sofistikuara teknologjike, përmirësimit të bazës rregullatore dhe uljes së kostos së transaksioneve. Këto reforma u kurorzuan me anëtarësimin e Shqipërisë në SEPA dhe fillimin e transaksioneve në muajin tetor 2025. Banka e Shqipërisë do të vijojë monitorimin e kujdesshëm të rreziqeve sistemike. Analizat evidentuan se këto rreziqe mbeten nën kontroll, ndërsa provat sugjerojnë se sektori bankar ka kapacitete të mjaftueshme për të përballuar goditje të mundshme. Një aksident tragjik me pasojë vdekjen e një fëmije 4 vjeçar është regjistruar në aksin rrugor Korç Qafe Qarit. Sipas policisë, shoferi 76 vjeçari automjetit tip Foristrad ka përplasur të miturin, i cili u transportua menjëherë në spitalin e Korçës, por nuk mundi të mbijetonte plagëve. Nga të dhënat e para rezulton se fëmia ndodhej pranë rrugës, i shoqëruar nga nëna e tij, kur është goditur nga makina. Mësohet se drejtuesi i mjetit ka tentuar të shmangë përplasjen, por pa mundur të shmangë aksidentin, duke përfunduar më pas në anën tjetër të rrugës. Ferma VIP 3 ka tashmë skuadrën e finalistëve që garojnë për çmimin e madh, i cili do të shpallet të hënën. Ilir Shaqiri, Vis Pupa, Soni Male dhe DJ Bujaka ju bashkuan Mozës në finale, por për të mbërritur deri këtu kaluan në një sër sfidesh që e mbajtën të mbërthyer publikun pas ekranit të Vision Plus në mbrëmjen gjysmëfinale. Gjysmëfinali e spektaklit më të ndjekur në të gjithë trevat shqiptarëse, në drejtimin e Vita Production, solli në ekranin e Vision Plus, emocione të forta, largime të papritura dhe shpalljen e 5 finalistëve që do të garojnë për çmimin e madh.
Mbrëmja nisi me një nga momentet më të rëndësishme të garës, shpalljen e finalistit të dytë. Pas një televotimi me Vis Pupën dhe Ilir Shaqirin, publiku vendosi që DJ Bujaka t'i bashkojë Mozës në finalen e madhe. Shkon në finale. Bujaka! Një vendim që konfirmoi mbështetjen e fortë të publikut për artistin, duke e çuar atë një hap më pranë çmimit të madh. Gjatë gjithë mbrëmjes ndjehej konkurenca dhe rivaliteti i fortë. Pas finalistit të dytë, fermerët u përballën me një tjetër sfidë që do të përcaktonte finalistin e tretë. Në një garë të fortë mes Sonit dhe Ilirit, këngëtarja arriti të triumfonte duke siguruar një vend të drejtë për drejtë në finalen e madhe. Kështu, pas Mozës dhe Bujakës, të zgjedhur nga publiku, Soni u bë finalistja e tretë e Ferma VIP 3. Ndërkohë fermerët e mbetur kaluan në televotim. Publiku duhet të vendoste se kush do të vazhdonte garën mes Ilirit, Sarës, Romirit dhe Visit. Pas disa minutash votim intensiv, rrugëtimi i aktorit Romir Zalla në Fermën VIP mori fund. Romiri. Një nga personazhet më të dashur dhe të komentuar të këtij edicioni u largua vetëm pak ditë para finales, duke lënë pas një eksperiencë të mbushur me emocione dhe momente të forta. Në këtë studio. Romir, faleminderit edhe pres në studio. Por gara nuk mbaroi aty. Tre fermerët e mbetur, Visi, Iliri dhe Sara, u përballën në një tjetër sfidë vendimtare. Në këtë provë vendosi saktësia dhe qetësia. Vis Pupa arriti të shënonte me sukses dhe të fitonte sfidën, duke u shpallur finalisti i katërt i Fermës. Vis Pupa është finalisti i katërt i Ferma VIP! Gjithçka mbeti më pas mes Ilirit dhe Sarës. Dy konkurrentët u përballen në një televotim kok më kok. Vendimi i publikut ishte i qartë. Sara, një prej konkurrentëve më ambicioze të këtij sezoni, ndërpreu këtu rrugëtimin e saj. Largohet sonte Sara. Kështu u kompletua 5 qa finaliste që do të garojnë për çmimin e madh në Ferma VIP 3. Moza, DJ Bujaka, Soni Malaj, Vis Pupa dhe Ilir Shaqiri janë emra që do të përballen në natën finale të 15 qershorit. Një finale që premton emocione, surpriza dhe një mbyllje spektakolare të një sezoni që ka mbajtur të mbërthyer publikun shqiptar për muaj me radhë. Shihemi në natën finale të hënën. Natën e mirë të gjithëve. Tu kemi përfunduar, në falenderoj për vëmendjen, bashkë natën e mirë.